إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة النروار nësot do të flasim me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala rreth edukimit të rinisë për shkak se lajmet që jemi duke dëgjuar, situatat që jemi duke parë, janë të qarta se rinia jon është ndikuar prej të tjerëve. Është ndikuar prej rrjeteve sociale dhe besimeve të kota. Ne si besimtar duhet të kujdesmi për rinin ton. Duhet të kujdesmi për pasardhësit ton. Për shkak se pushtimi intelektual është i madh. Ne dëshojmë se si duhet ta formojmë një personalitet, një djalë të ri apo të re muslimane. Cilët janë ato faktorët kryesor në ndërtimin e rinisë të shëndosh. Nëse ne arrim që të edukojmë rinin ton në parimet e Kur'anit dhe Sunetit dhe në menhegjin, në sistemin e asaj që e kanë kuptuar selefi 3 shekujt e parë, dhe të kemi një rini të shëndosh që dhe t'ja kthen krenarin këtij umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është e rëndësishme ne të flasmi për rinin për shkak se ata janë pasardhësit ton. Është shpresa e këtij umeti të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne duhet të vazhdojmë të investojmë në rinin ton, të ndërtojmë një ardhmëri fetare. E dyta, se kjo rini nesër do t'jen udhëhecat ton, do t'jen përgjegjësit ton. A e dini që do të thot me të ardhur nesër një udhëhec drogirash, një udhëhec i pamoralshëm, një udhëhec që pi bari, një udhëhec që vjedh, do thot rinia janë ata që nesër do ta udhëheqin këtë ummet. E nëse ata janë të dobët dhe të prishur, paramendojni çfarë shoqërie prishur do të dale. Po nëse janë ato pa din, paramendojni se sa do të kujdesen ato për dinin e Allahut subhanahu wa ta'ala. 3. Duhet të kujdesmi për çështjen e rinisë, për shkak se forca është në këtë periudhë, në periudhën e rinisë. Se periudha më e mirë është periudha e rinisë, se jenë mes dy periudhave të dobësisë. Dobësia e fëmirisë dhe dobësia e pleqërisë. Kurse periudha e rinisë është mes këtyre dy dobësive. E tash është koha që ne të hulumtojmë, tash është koha që ne të ndërtojmë, tash është koha që ne të hulumtojmë, tash është koha që ne të mësojmë. Nëse tash nuk jemi ne aktiv, nëse tash ne e humbim kohën tonë në gjëra të kota, në thashë e thonme, atëherë ne dhe të vuajmë, dhe të qajmë nesër. Rinia është thesari dhe pasuria e shoqërisë. Do të thesar, pasuri më të mirë se rinin nuk ke. E ne këtë duhet patjetër që ta ndërtojmë
ta edukojmë në besim të shëndosh, akide të pastër, në moral të mirë dhe në sjellje jashtëzakonshme të mirë. Komunikim me njerëzit. Nëse këto i mungojnë rinis, besimi i mungon, morali i mungon, sjellja i mungon, pritet devijimi dhe shkatrimi. Dhe këtë ne jemi duke parë në përjetet sociale se sa kanë ndikuar pushtimi intelektual. Jemi duke parë se çfarë degenerimi. Do të thotë jo këto emisione që janë duke i bën, që janë të i publikuar haptas, përpara ma herët shkrushin 18+, tash duhet me ja bë 80+. Se i tranun edhe pleqt, ja u prishin moralin e në pleqve, edhe plakave, po mos flasmin për të rritë dhe të rejat. Mos flasmin se nuk e meritojnë ato programe, ato emisione që të përmenden në këtë vend në minber. Është turp, mare. Do të shkatruan çdo sen. Pretendojnë në emën të patriotizmit, po ku ke pa gratë dhe nonat tona para 50 vite, 60 vite, me të mreqme me dalë në për emisione. Po gjithë janë konë me kule dhe 2000 të mdoja dhe të gata. Po nëse jemi në që ato patriota që pretendojni, përse nuk i vesh një gratë me kule, me fundat të gjatë, me ato tesha që i kanë pas ma herët shqiptarët musliman? Atëherë, kjo do të thotë që qëllimi është që ta pushtojnë rinin tonë në aspektin intelektual, në aspektin evropian, se ju jeni të parapambetur, ju nuk dini, kështu që ata të cilët që në mendelet, ata të cilët nuk e njohin fenë Allahut, bien në këtë grack, bien në këto provokime. Qëllimi i tyre është se si të ndërtojnë një rini drejt kulturës laike. Kjo është lufta. Lufta që rinin tonë, shqiptare, muslimane, çka është që të ndërtojnë një rini që të kenë kulturë laike. Çka do të thotë laike? Që të ndojnë fe për jetës. Që feja të jetë anash, jeta të jetë anash. Ai që do fejnë të jetë anash, këto çka do ndonjojnë anash. Kjo qëllimi. Dhe në realitet, të ridikot kanë arritur, por derisa njerëzit e mirë, derisa hoxhallarët janë në përhutbe dhe minbera, dhe të flasin deri në momentin e fundit që ta ruajmë shoqërinë tonë, ta ruajmë familjen tonë, ta ruajmë autoritetin tonë, ta ruajmë dinin tonë. Nuk do të tolerojmë që dikush të na vjedhë rinin tonë, të na vjedhë fëmin tonë, të na vjedhë nderin dhe moralin. Për këtë arsye ne duhet të vedisohemi dhe të kujdesmi. Por këtë përgjegjësi e kanë prindrit dhe edukatorët. Prindrit si prind dhe edukatorët si mësuesit, mësimdhënësit në për shkolla e kështu me radhë, që ata duhen të kujdesen për gjithë kjo që të ndodh. Kur keni pa marrë të shqiptarët ma herët mu varë muslimanët me bo vetvrasje? Kur keni dëgjumar me kindapu vajzat e vogla dhe mi dhunue? Pa nga na erdhën mërë këto ideja? Kush i shfaqi mërë këto? Prej nga na erdhë kje zanat? Nga na erdhë mërë kje tradit? Nga atyre të cilët thonë lenja fejnë se nuk kemi arab. Ne jemi shqiptar, jemi musliman, si jemi arab. Edhe kur arab nuk mund atë bona unë. Por ne duhet të ruajmë fejen. Ne duhet të ecmi mbi parimet e fejes të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për me ndërtuar një rini të shëndosh, na duan 4 elementet janë që ndërtojnë rinin e shëndosh. Janë diprindrit, është shoqëria, është shkolla, do të shoqëria shokët dhe është ambienti ku jeton. Do të prej kësaj ndërtohet njeriu. Nëse prindrit janë të devotshëm dhe të mirë, kujdesen për fëmijët e tyre, do të dalë fëmia që e do fejen Allahut, dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse shokët janë të mirë, ai do të përmesohet nëse ka dhe gabime.
Nëse shkolla kujdeset për moralin dhe sjelljen dhe edukatën e fëmijëve tonë, edhe këtu do të shohim ndryshimin me njëherë. Edhe pastaj ambienti ku jeton. Se është shumë e rëndësishme çështja e prindve. Se prindrit janë ata të cilët do të mirën në përgjithësi në ditën e Kiametit. Fëmijët si zakon ndikojnë shumë prej prindve, edhe pse nuk vërrehet në fëmijëri, por duke marrë personalitetin, duke u formuar burnia dhe e shen në ecje, në të folurit, në sjellje, në karakter, shumë fëmijë ju ngojnë prindve. Pa dashur. Për këtë ne duhet të kujdesemi shumë. Dhe pastaj fëmijët çdo herë tentojnë të ecin pas hapave të prindve. Se Allahu subhanahu wa ta'ala në ka treguar në Kur'an thot për mushrikat që janë konë ma herët, ka thonë qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Ne i kemi gjetë parë tonë, baballar tonë në këtë rrugë, dhe ne do inspirohemi dhe të ecmi pas gjurmave të tyre. Ne do shkojmë pas gjurmave të tyre. Do thot prej kësaj kuptohet çka? Që fëmijët e tyre kanë ecë në hapat e baballarëve. Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdon dhe thot Kur'an: "Wa kadhalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qalu mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun." Nuk ka pas vend që ka dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamber paralajmërues. Dhe ju kanë thonë atyre popullive që t'ia besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, thot pasanikat të cilët janë konë jo besimtar, janë konë hilaveca, ata vetë se kanë thonë, ne i kena gjetë parë tonë, baballar tonë, këtë rrugë, edhe ne dhe jesna në këtë rrugë. Kuptuat sa ndikon prindrit e fëmija me të madhe. Allahu subhanahu wa ta'ala tregon në surët al-Baqara dhe thot: "Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana, awalau kanu aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun." Thot nëse atyre ju thuhet, esni ju pas asaj që ju ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala, ato thënë ja, ne dhe të esna pas hapave të baballarëve tonë. Nëse fëmija të sheti i devotshëm, nëse fëmija të sheti i sjellshëm, nëse fëmija të shet që fal namaz, nëse fëmija të shet që jep sadaka, nëse fëmija të shet që të sjellësh mirë me nanën, me bashkëshortën tënde, nëse fëmija të shet që je mirë pric ndaj musafirëve, nëse fëmija të shet që ti e ruan gjuhën tënde, nuk shash, nuk fol fjalë ofenduese, ai të ndikot prej teje. Ndash në të mirë, ndash në të keqe. Për këtë ne si besimtar duhet të kujdesmi, të ruajmë besimin, imanin e fëmijëve tonë. Ndodhni dhe dëgjoni se si Luqman al-Hakimi e ka këshilluar fëmin e vetë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim." Thot kur Luqmani tha i ndalke dhe e këshillojke djalin e vet dhe i thojke: "Ja bunaj, o bir jam, mos i bën shirk Allahun, se shirki është zullum i madh." Kush ndalet dhe ulet me fëmijët dhe fol, shirku është i madh. A di sa keq mos me fal namazin? A di sa keq mos me ditë me lexu Kur'an? A di sa turp është me këshir këto emisione të kota të degeneruar që ta prishin moralin dhe sjelljen? Kush fol me fëmijët? Kush i motivon fëmijët në tauhid, në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa ta'ala? Sa fëmijë prezantojnë na për mektebe të xhamisë? Do thot, ne kena të lashet të fëmijët, vjen, ta thom mësimin se të shkoj, ta thom mësimin se kam futball, ta thom mësimin se kam boks, ta thom subhanallah, thojni mërë prindve, a du një më në ahiretin njëni të dash? Pastaj devijon fëmija, po ti kur dash me lon mekteb, ti e ke shumë futball. Se i ke dhonë për parësi futballit, sportit, ma shumë se Kur'anit. E për këtë arsye pastaj ne vuajmë të fëmin tonë. Vetëm i thonë fëmijës, ti teri në atë orarin që ta kanë caktuar duhet të rish në mekteb. Pastaj kur ti e ke dhonë, ti e ke lënë, 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 ti e ke lënë
që të shosh një krenari, që nesër të shosh, ti ta korish frutin të cilin dhe të shosh me si tuj. Allah na tregon për Luqman al-Hakimi se si e ka këshillu fëmin e vet, edhe ne duhet t'i këshillojmë fëmin ton. E dita është se shok ndikojnë shumë. Shoqëria me kanë rri fëmija. Nëse rime ato që luajnë lojë, do rrihen ai lojë. Nëse rime ato që shahen, do të shahet. Nëse rime ato muslimanë të mirë, do të rrihen me muslimë të botë mirë. Me kantrin ashtu do të ndikohet. Për këtë hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njeriu është në fenë e shokut të tij, mikut të tij të ngushtë. Le të shikon si cili për ju shkon në shoqëra. Do thotë nëse e ke shokun namazli, është i mirë, është i devotshëm, edhe ti do bosh i devotshëm me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Sa i do të motivoj në vepra të mira. Thot në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Mos e shoqëro vetëm besimtarin dhe mos ta haje bukën tënde vetëm se i devotshëm. Sa njerëz jo të devotshëm han bukën tonë. Sa njerëz që si bën sejdë Allahut e han bukën tënde. Sa shpenzon me ja mbush barkin njerëzive të cilët nuk i bën sejdë Allahut dhe nuk e dojnë dinin e Allahut. E sa ti shpenzon me ja mbush barkun atyre që kanë frikë Allahun subhanahu wa taala dhe e ndihmojnë dinin e Allahut subhanahu wa taala. Ti ndalu dhe bën një llogari. Se nesër do t'jap në ne llogari sicili prej nesh. Për këtë Allahu subhanahu wa taala na ka treguar se ata që devijojnë në këtë dunjë, që marrën shoqëri të keqe, do thonë ja lejt, wejleta, lejteni lem attakhidh fulanan khalila. Mirë për mua, sikurse mos ta kisha marr filanin halanin për miq, për shok. Do thotë për këtë arsye, kujdesni shoqërisë, me kanë rrin fëmin ton dhe lusmi Allah subhanahu wa taala që Allahu ta ruaje shoqërinë ton, evladët ton, prej degenerimit, prej veprave të këqija. Lus Allahun që Allahu t'ia dëshiron imanin në zemrat e tyre dhe t'ia zbukuron. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Për mjetëve që edukon fëmijën është Kur'ani kryesor. Nëse ti e merr fëmijën, ja mëson librin e Allahut dhe e motivon që ai të lexon, ta kupton, dije se do të ndryshon fëmia jot biidhnillahi taala. Pse? Se vetë në Kur'an Allahu subhanahu wa taala na ka rrëfime të cilët tregojnë se ai i cili e ruan imanin dhe e ka besimin, pa marrë parasysh çfarë do shoqërie të jetë e devijuar, ti qëndron në to. Qëndron tauhid. Qëndron fenë Allahu subhanahu wa taala. Në pika të shkurta i pari është Jusufi alayhi salatu wassalam. Jusufi alayhi salatu wassalam si fëmiu ka rritë në prehnin e babës së vet Jakubit, por pastaj është rrit në pallatin e sundimtarit. E pasi që ka një moshën madhore, ka vë burr i madh, i mshilën gjithë dyrët e pallatit, përgatitet terreni dhe gruaja e mbretit i thot gati jam për ti. Ai çfarë thot? Ma'adallah. Ma'adallah. Kërkoj mbrojtje te Allahu. Kjo punë nuk bëhat. Shiko, edhe pse shoqëria ka qenë e prishur, ai e ka ruajtur nderin e vet. Edhe ne nëse edukojmë rinin tonë në Kur'an dhe në Sunet, pa marrë parasysh sa do të jetë shoqëria e devijuar, do ta ruajnë imanin të ri dhe të reja tona. 2. Djelmoshat e shpellës. Allahu subhanahu wa taala thot: "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ato ishin djelmosha të cilët i beson Zotit dhe ne i forcuam ato në udhëzim. Kur e kanë pa që ketë, për shkak kohës, kanë bërë shirk Allahut, kanë adhuruar tjetër kanë pas Allahut. Ata që kanë bo, i kanë thonë njëri tjetrit, e kanë këshillu njëri tjetrit, eja të shkojmë në shpellë të largona prej këtij terreni. Para mendoni, gjelmosha të ri, Allahu subhanahu wa taala i përshkruan, kanë hik prej shtëpive, kanë hik prej pallateve, kanë hik prej jetës luksoze, kanë hyrë në shpellë. Në çat shpellë që Allahu subhanahu wa taala ja ka bën të ëmbël,
Qatë shpellja ka bo të gjërë, qatë shpellja ka bo të butë, qatë shpellja ka bo qetësi, qatë shpellja ka bo rahati. Pse? Se ato ju kanë bështet Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka bo qetësin dhe rahatin në atë gurë më mirë se në dyshekat e tyre. Këto e ruajtun të uhidin e vetë, besimin e tyre, ku shoqëria ishte e prishur. Pse? Se besimin e kishin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nusë Allahu subhanahu wa ta'ala që Allah të na ruaj imanin ton, të na ruaj shoqërin ton, të na ruaj evladin ton, edhe pse mundi lodhja e njerëzive, armiqve të islamit është më të madhe, është duke u investuar më të madhe, se si të na prish në rinin, po bi idhnillahi ta'ala do të ruajmë rinin ton, shoqërin ton, familjen ton, me lehen Allah subhanahu wa ta'ala, dhe këshilla e fundit është kujdesni tash festave të fund vitit. Këto festa nuk janë festa islame, këto nuk lejohet asesi. Koha nuk na premton 4 medhhebet, po flas më shumë. 4 medhhebet e kanë ndaluar festimin e këtyre festave. Do thot është e ndaluar. Edhe keni kujdes, keni frikë Allahun, mos e ndryshojni zakonet e juve, ruajni evladin të juj, plotësoni dëshirat në sende që janë halal, mos tentoni të ndikoni prej shoqërisë, wa aqimus salat.